Në një intervistë ekskluzive për CNN, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov ka bërë një deklaratë të papritur dhe domethënëse, duke thënë se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara duhet të rifillojnë nga e para, me fokus në bashkëpunimin ekonomik dhe zbutjen e tensioneve politike. Ne duhet të përmirësojmë marrëdhëniet dypalëshe, ne duhet të hapim mundësi të reja për bashkëpunim tregtar dhe ekonomik, tha Peskov, duke shtuar se aktualisht të dyja palët po humbasin kohë dhe para, në një klim të ftohtë diplomatike që ngjan periudhës së luftës së ftohtë. Në një ton të pazakontë më pajtues, zëdhënësi Vladimir Putin e quajti marrëdhënien e SBA-Rusi si një perspektivë të ndritur nëse ekziston vullnet politik nga të dyja anët për të dalë nga cikli i përballjeve, sanksioneve dhe akuzave reciproke. Ajo ndal veçanërisht te presidenti amerikan Donald Trump, duke shprehur shpresën se administrata e tij do të jetë e gatshme të ndihmojë në zgjedhje diplomatike dhe politike për krizën ukrainase. Kjo deklaratë shihet një sinjal i qartë nga Kremlini se Moska po kërkon një rrugë të re komunikimi me Washingtonin, pas muajsh për shkallëzimesh në frontin lindor dhe tensione mbi furnizimet ushtarake të SBA-s për Ukrainën.